në përduar, s'është asu lajthiza, as nuk e pi do të Unë nuk e besoj si lajm. Nuk e beson? Nuk mund të zhduket, është një traditë shumë e bukur, shumë fisnike do të thoja. Puthja dorës është... Do i lërë princat e Disney? Jo, unë e besoj tani se qas bëhet në Spanjë, vlla. Ja, unë se besoj si lajm. Po. Do ngelim princërat pa punë të Disney. Unë e besoj. Okej, vazhdojmë tek lajmi i dytë. Këtu ju të dy mund të jeni pa kundërshtar si prind djemsh edhe prind vajze. Sipas një studimi, thuhet se të rrisësh një vajzë në ditët e sotme kushton 2 herë më shumë se sa të rrisësh një djalë. Po, normal. Unë e besoj. Se normal. Unë e besoj. Të qa shpenzimesh ka më shumë vajza që djemë si ka? Hyrje, po të hysh njerë kese fora njerë, se s'quet ti t'ikën 500 euro shikështu, se mërë vesh fare. T'ikën që se kupton fare. Qunave një palë atlete dhe ecë. Okej, po kam një ndërhyrje të vogël. Po këta qunat nuk kanë të dashur? Se këta... Mëse që natë mos nuk fillojnë t'i bëjnë. Ata duhet të paguajnë për... Po pse, ne do paguajnë për të dashur edhe qunave, po duhet paguajnë vetë, dhe? Po, të paguajnë, veti dytë, jam veti dytë, e beson. Okej, vazhdojmë dhe tek lajmi i tretë, dhe lajmi i tretë është për momenti leximit të dorës. Pas ka bët dëmë shumë panajëri. Vajzat e lindura midis viteve 1997 dhe viteve 2010, pra praktikisht gjenerata Z, po duan të krijojnë marrëdhënie me meshkujt më të mëdhenj në moshë dhe jo për para, pra jo për çështje, jo për status financiar. Qa? Do të thonë që kemi bërë interesant neve, meshkujt e vjetër? Nuk thot që jeni më interesant. Po çfarë thot? Nuk do pa buksa overion tani. Unë them meshkuj që... Buksa. Po buksa, mos shkoni me buksa se do shëndoshen ata pasaj. Mos shkoni me buksa. Erioni tha i bën truri, por në fakt ky është shpjegim. Më bën shumë truri. Unë nuk e besoj këtë lajm. Unë them që mundet të jetë qasja dhe meshkujve më të mëdhenj, po te meshkuj që kanë lek. Se pa lek nuk i dun të gocat sot zemras. Po jo, se shkoj tani që ta dish ti, breziri sot, nuk di qa do, vlla. Nuk di qa do, brez poti. Ta pa nuk i do njerë. Po jo, po do me thënë, edhe qunat vetë janë... Jo, si se po lëre, mos i bëj vetës reklam fare, se nuk kështu gjërash. Do një burr që të jetë burr me 2 r. Qunat. Jo. Po qunat që duan? Qunat. Po, qunat duan goca më të mëdha në mosh. Quna. Po tani atë kemi thënë që... Quna dun quna. Nuk është se... është lidhet me pjekurinë emocionale. Bota qora, po zot. Lidhet me pjekurinë emocionale, mor dhe ju ka eksperiencë. Po ka dhe një gjë, burat e moshës time, flenë më shpejt ata. Po. Dhe të bezdisin më pak. Kjo është... Adela, për ko votoj? Unë votoj për lajmin e Mesit. Unë votoj... Mesit, kush ishte i Mesit? Mesit ishte me goza, vazhdo t'i dorën. Kjo ishte risikja. Okej, dorën, po, për kë voton Erioni? Unë nga një më që kam këtu të dora, vendoj Mesit edhe unë. Jo, unë jam për lajmin e parë, jam dakord. Edhe për lajmin e tretë, jam dakord. Po. Kjo është për puthjen e dorës. Kush fiton? Stiva, do i marrë me vetëm mbrapa. Po, mere, vetëm mos rri pa gjumë, të lutem. Sot snimi ndahet. Gjithë vërtet dhe Spanja? Po, edhe unë. Edhe lajmi Mesit që po, të rrisësh, kujdes, kush bën goca, maten i mirë... Ripin. Shtrëngojnë i mirë se... Shtrëngojnë i mirë ripin sepse kushton më shumë. Dhe kjo e Spanjës është e vërtet. është e vërtet, pra gjykata spanjolle ka dhënë propozimin që tani tutje do ndalohet puthja e duarve të gocave, sepse mund të konsiderohet si sulm seksual. Ndalojni të gjitha vlla. Çdo gjë që ketë bëjmë, mos lejoni asnjë gjë, të bëhen gjithë meshkujt. Mirë, mbas këtyre lajmeve kështu fantastike që bëri Adela, unë juftoj të qëndrojmë pas publicitetit në një temë shumë interesante me profesionist të mjekësisë estetike për të kuptuar që mos ja fusni kod më, mos injektoni çdo gjë që ju del përpara, çdo age dhe çdo solucion që ju fusin aty. Mos injektoni mos e po ja fusni vetes, pas pak.